shumë gra që e mbyllin problemin e vet brenda murreve ku jetojnë dhe nuk i ngarkojnë prind, nuk ju çojnë te lashën ose ka edhe prind që s'ju intereson me marrë vesh se të drejtë ka gjithmonë burri i saj. Çfarë mesazhi kemi për prind? Ne kemi diskutuar shumë për familjen radarit ditë. Kemi thonë që në qoftë se nuk ka komunikim dhe nuk i jep liri të vazhdueshme të shprehet fëmijës tanë, atëherë ky represion edhe kjo mos folje, mos shprehje ka me vazhdu edhe kur të rritën. Diskutoni me fëmijët ju për shkak se fëmija ju të është primar. Por mu lumturia e fëmijës tem është ma primar se sa vetja ime. Edhe nuk e di edhe ka shumë raste ku edhe prind pa përgjegjshëm për shkak të martesave të interesit i kanë martu edhe vajzat e tyre. Vetëm për shkak të interesit qoftë mirave materiale apo gjërave të tjera. Dhe në momentin që fëmija jot nuk është i lumtur, si mundesh me qenë ti si prind i lumtur në qoftë se edhe kë përfitu diçka nga një martesë e tillë. E ka shumë raste të tilla.